Çka i mungon, çka duhet më shumë në harit ndim në këtë një studio, një klasë tjetër, qa kështë ndryshu? Duke qenë se jemi në një ambient shkolla, edhe normalisht nuk kemi me ndonjë një ambient televizioni, se kushtet nuk janë aq shumë të përshtatshme për xhirim, patjetër që mendoj me pasë ndryshim të skenografisë që përmenda ose të skenës studio se ku xhirohet. Normalisht ndoshta ato pajisjet e vogla diçka që na mungon, kishin me plotësu normalisht dhe me bëu tamam një podcast të mirë fillt. Unë e di që prindrit gjithmonë janë të gatshëm me kontribu për shkollat, kështu që i bëj ftesë krejt prindërve të Emin Durakut. Le ta mlidhin ka 50 cent secili. Ma shumë nuk duhet. Nuk ka nevojë më shumë. 2 mikrofona të vogël edhe një 2 ose 3 drita të vogla të cilat do t'i kishin ndihmu me dal edhe ma bukur dhe ma qartë ftyra. Nuk është ndaj buxhet shumë i madh, prindrit e nxënësve të shkollës Emin Duraku me një donacion për shkollën 50 cent euro do të mund të kishit investu bukur në këtë podcast.